edhe njerë me shpresën që mos rikputet ky komunikim live. Jam në makinë rrugës për në Hag, ku do të takoj pas disa kohësh tani më nga takimi i mëparshëm komandantin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, presidentin e Republikës Kosovës, i cili u mor nga zyra e tij dhe mbahet peng prej tani më vitesh në një qeli të drejtësisë ndërkombëtare për turbin e madh të gjithë atyre që e sponsorizojnë atë lloj drejtësie ku shkeljet e standardeve, shkeljet e të drejtave të njeriut, shkeljet e të gjitha normave të procesit rregull ligjor janë në fakt e vetmja normë që ka karakterizuar këtë fars ku ende pa u dënuar një president i zgjedhur demokratikisht nga populli së bashku me 3 bashkëluftar që kanë mbuluar detyra nga më të rëndësishmet në Republikën e Kosovës, mbahen mbyllur, mbahen të izoluar. Tani që ka mbaruar ekspozeja e pseudoprovave të akuzës dhe që ka mbaruar edhe parada e dëshmitarëve qesharak të sjell në sallën e drejtësisë ndërkombëtare nga akuza, si dhe kanë mbaruar edhe dëshmitë të tejet serioze të dëshmitarëve të mbrojtjes, pritet vendimi. Uroj, shpresoj, lutem që viti i ardhshëm të jetë viti i mbylljes së perdes së këtij teatri absurd të drejtësisë ndërkombëtare dhe i daljes nga izolimi brutal i Hashim Thachit dhe i 3 bashkëluftarëve të tij. Uroj dhe shpresoj që vendet demokratike që sponsorizojnë këtë gjykat të reflektojnë mbi standardet e ulta, mbi nivelin shumë nën vijat e kuqe të një drejtësie demokratike, të gjithë kësaj që prej vitesh po ndodh me njerëzit të cilët të vetmin faj kanë se u rebeluan ndaj një regjimi satrap, të vetmin faj kanë se morën armët për të mbrojtur lirin, për të mbrojtur dinjitetin e tyre njerëzor, për të mbrojtur të drejtën e tyre të pamohueshme për të jetuar si njerëz të barabartë të kësaj toke nën të njëjtin diell dhe jo si një grup social i përdhunuar për shkak të etnisë vet në një diktaturë. Kjo është e vërteta dhe këtë të vërtet nuk e tund dot askush, e lëre më pastaj një çekiç absurd i një drejtësie ndërkombëtare që në këtë rast ka lënë kokrën e namit kur i themi ne shqipfare. Unë dua shumë të besoj se në fund e drejta do të fitoj, dhe këtu nuk ka 2 apo 3 të drejta, këtu ka vetëm një drejtë, që është e drejta e bekuar përjetësisht me gjakun e heronjve, e martirëve, me dhimbjet e patregueshme të nënave, të motrave, të grave të vajzave, të
përdhunuara, e të sakatuara gjatë një periudhe nga më të zymtat për vetë Europën, në zemër të Europës.